Jemi kthyer në pjesën e tretë të emisionit të Djela Vlen, shikues të dashur, shpresoj që po kaloni çaste dhe momente të këndshme me ne këtë të diel. Ju vazhdoni të na shkruani në Djela Vlen Viza TV në Instagram e gjithashtu në Facebook, sepse gjithmonë i marrim në konsiderat të gjitha mesazhet që ju i dërgoni dhe propozimet normalisht. Është koha në pjesën e tretë që të informohemi për më të rejat rreth botës të modës edhe filmit, kështu që skena është për Norën edhe Nitën, të cilat ofrojnë gjithmonë lajmet më të fundit në rubrikën Netflix dhe Influencë. Në detet pranverore, kur moti ngrohet dhe energjia pozitive ndihet kudo, kinemaja mbetet një zgjidhje ideale për të relaksuar dhe për të përjetuar emocione të reja. E kur flasim për filma të ri dhe të mirë, ajo që na vjen më njëherë në mendje është Cineplex. Përmes këtij materiali mund të mësoni për prurjet e reja, tituj që tashmë kanë pushtuar kinemat botërore, përfshirë edhe filmat shqiptar. Nëse jeni në kërkem të planeve dhe doni të kaloni një mbrëmje të mbërthyer pas ekranit të kinemas, ne ju sjellim ide dhe detaje. Est-ce que tu y crois? Je ne sais. Jam këtu me Argjira Lukën, e cila është menaxhere në Cineplex, me të cilën do flasim për filmat më të ri gjatë kësaj jave dhe të ardhshme, si në kinema ashtu edhe në IMAX. Përshëndetje Gjira. Përshëndetje, mirë se ke ardhur. Grazie. Gjira, po na flet ndoshta për filmat e ri që kanë ardhur ose që do të vinë në Cineplex, ashtu edhe në IMAX. Po në kineman tonë ka çdo javë filma të ri. Javën që e lam pas e kishim premierën e Lulje e Goni Lemës, i cili është film shqiptar dhe është një komedi fantastike. Këtë javë do kemi dhe Countën 2 në premier, kemi gjatë muajit do kemi edhe Screamboat, pastaj në muajin maj kemi shumë filma që do vinë, si Thunderbolts, e kemi me 30 prill, Final Destination, Stitchi, Mission Impossible, edhe shumë filmat e tjerë. Po në IMAX, a do të ketë ndoshta prurje të reja, edhe si po e përjetoj ndoshta IMAX-en, ndoshta shikuesit kur po vinë, si po duket ndoshta si eksperiencë? Si eksperiencë për shikuesit kur po vinë është diçka që ata nuk e kanë prit që do jetë eksperiencë e tillë, pasi që IMAX përpos ekranit gjigant që ka dhe një zërim të fuqishëm i cili është në çdo kant të kinemas. Filmat që janë për IMAX janë filma specifikisht të prodhuar për IMAX, ta japin ndjesinë që je brenda në film. Po nuk është vetëm një sallë thjesht, ka pamje më të qarta, ka një zërim shumë të lartë, edhe ta jap ndjesinë që je brenda filmit, sikur po e shikon aty bashkë me aktorët që po luajnë. Po në këtë sezon, ndoshta cilat filma ose cilat zhanre do dominojnë, qoftë ato ndoshta aksion, animacion ose romantik, cilat janë filmat që do dominojnë? Në sallën në IMAX janë filmat më shumë aksion dhe horror, ku për momentin e kemi Sinners, i cili është filmi prodhuar për IMAX dhe i prodhuar me kamerat IMAX-it, pastaj kemi edhe Final Destination, Thunderbolts, është një prodhim i Marvel, edhe kemi edhe Mission Impossible, i cili është një aksion që nuk duhet me humbë nga asnjë fan si aksionit. Mirë po dhe në sallat standarde kemi gjithë këta filma që do shfaqen, pastaj kemi edhe Stitchin si film i animuar për fëmijë, i cili është duke u pritur në masë shumë të madhe. Ndoshta ti cike në fillim që keni pas edhe premiera shumë të filmave shqiptar, a do të ketë ndoshta ndonjë premierë të re gjatë këtij muaji, qoftë apo edhe në fillim të muajit tjetër? Nga 8 muaj do e kemi edhe Heshtja e Sirenave, i cili është një film nga Gazme Nela, ku ne besojmë fuqishëm që do ketë të njëjtin impakt dhe njerëzit do ta shikojnë për masa të mëdha, pasi është një film kosovar, dhe po shpresojmë që do ketë suksesin si gjithë filmat tjerë shqiptar. Ndoshta tashmë ka filluar kjo sezona pranverës, a keni ndonjë ofertë ndoshta sa i përket qoftë atyre studentore, familjare apo edhe shoqëri?
Po në kineman tonë ka oferta të ndryshme, ku çdo të hënë, pa marrë parasysh sezonës, gjatë gjithë vitit çdo të hënë është oferta e studentave, ku mund të shikojnë një film 2D, të kenë pije dhe popcorn në një vlerë prej 5 euro. Pastaj kemi të martën që është dita e kinemas, ku çdo film është në zbritje si 2D si 3D, ka çmime të veçanta. Dita e kinemas vlen edhe për sallën IMAX, ku çmimet ulen në çmime më të ulta, dhe pastaj që po bisedojmë sot, ne kemi lancu kampanjën Shiko dhe Fito, ku është kampanje dedikuar për sallën IMAX dhe filmat IMAX, ku njerëzit që shohin një film në IMAX duhet të shikojnë 4 filma dhe biletën e 5 do e fitojnë falas nga kinemaja jonë. Argjira, unë falenderoj edhe shpresoj që do të keni suksese dhe faleminderit shumë që na sjellni risi kaq të reja gjithmonë. Faleminderit ty. Për të jetësuar një projekt filmik, sigurisht duhet punë e angazhim i madh. E pas gjithë kësaj pune, qëndron një ekip i madh e profesionistësh. Producenti Valon Jakupaj është edhe ligjërues i produksionit në Kolegjin AAB, përmes një interviste në mënyrë të detajuar, tregon procesin e realizimit të filmit nga ideja e parë deri tek realizimi dhe finalizimi në ekran. Ai ndër të tjera flet edhe për kinematografin kosovare, si dhe për studentët e tij, pasionin dhe entuziazmin e tyre për të qenë të suksesshëm në botën e filmit. Pse më këshyra ashtu? Jam këtu me Valon Jakupaj, i cili është ligjërues në Kolegjin AAB në bazat të produksionit, me të cilin do flasim për industrinë e filmit në Kosovë, po ashtu edhe për një ditë normale për një xhirim të një filmi, pasi që keni edhe produksionin e juaj. Përshëndetje Valon. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi t'ju kam këtu. Siç e dim ne, ju keni pas rast që me xhiru shumë lloje të filmave në Kosovë. A na tregoni ndoshta si është një ditë tipike e xhirimeve, çka nevojit ndoshta për me xhiru një parapaskentën e filmi? Natyra e filmit si industri është koha shumë komplekse, për shkak se është art kolektiv edhe nevojitet një numër i madh i njerëzve të ekipës për me qenë pjesë e një skene të filmit. Duke u nis pej producentit e deri te personi i fundit që është në industri të filmit, që na i thojna praktikant ose runner, varësisht për filmit apo projektit, aty mund do të raste që ti mundesh mi pas mrena një skene të filmit deri në 50 antar të ekipës. Do të thonë, duke nis për aktorëve, kamermanat, ndritësues, skenografia, kostumografia, shumë departamente që marrin pjesë në një ditë xhirimit, natyrisht që kërkon një koordinim jashtëzakonisht para përgatitur për të dalë në skenë të xhirimit. Tash varësisht se ku je, kërkojnë se cila ditë e xhirimit kërkon një aktivitet të vetin organizativ. Po si natyrë është koha komplekse, tash mundesh me paramenuti sa njerëz duhesh me koordinu për më ardhur në çat ditë xhirimi. Si ndodh ndoshta kjo koordinimi, ose kush e merr atë iniciativën për me koordinu secili me ato punët e veta? Sa është kjo përgjegjësi për juve si produksion apo për castingun, ndoshta aktor, regjisor? Zakonisht organizimin e merr produksioni. Zakonisht production managers janë ata persona të cilët e organizojnë komplet produksionin, duke u nis prej producentit, mandej degëzohen ato shtyllat, secili për shembull departamente ka një kryesues të vetin, për shembull departamenti i skenografisë, i kostumografisë, departamenti i drejtorit fotografisë, i cili për shembull merret me ndriçimin, me personelin e tij që ka. Domethënë janë disa departamente të cilët kanë kryesinë e vet. Zakonisht producenti posaçë të ketë përgatitur domethënë ditë të xhirimit apo breakdown, zbërthimin e skenarit në skena, pastaj në ditë xhirimi, caktohen cilat ditë xhirimi kanë shku të parat, edhe
fokusohet në organizimin dhe planifikimin e çatyre ditëve xhirimit. Nëse kena të bëjna me një film metrazh i gjatë, zakonisht për shembull, varësisht edhe pi temës, varësisht edhe pi zhanrit të filmit, zakonisht preferohen mu nda skenat asisoj që mu gjiru të gjitha skenat që janë me një lokacion, për shkak të logjistikës që ti mos me shku do më thonë në për skena ndryshme, se na filmin nuk i gjirojnë në mënyrë kronologjike që është e shkruar në skenar, po duhet gjitha skenat që i ki për shembull me një lokacion, nëse është qoftë ajo shtëpia, për shembull se na kena lokacion brenda një shtëpie, po aty kemi 4 lokacione ku është doma gjumit, doma ditës, kuzhina, banjo, apo varësisht se çush është në skenar. Ajo ndoshta veç këtu një ndër sfida që i hasni për një xhirim, ndoshta të një filmi, apo keni edhe sfida të ndryshme? Po sfida më e madhe e një industri të filmit është buxheti. Se pa buxhet është vështirë ti me organizu një xhirim të komodshëm. Edhe nëse s'kemi arriti me siguru buxhetin, pastaj duhet mu bë kompromise të ndryshme. Qofshin ato edhe ndoshta edhe te ushqimi kur vjen puna, te transporti, ndoshta edhe te qëndrimi në hotele e kështu me radhë, këtë këto ta dedikon buxheti. Andaj kur vjen puna te industria e filmit, problemi më i madh që ka industria e filmit është sigurimi i fondeve të mjaftueshme për realizimin e projektit. Po ndoshta këtu si fillim që është sfiduese, po sa mundet me ndiku ndoshta në projekt edhe në finalizimin e projektit, pasi ndoshta niset për një projekt më i mirë edhe rrugës ndoshta tu qalu në buxhet, mundet edhe mos me dalë një projekt ndoshta mjaftueshëm që shihni mendu. Ky është problemi kryesor se secili filmmaker e ka. Për shkak se thash buxheti e dedikon edhe komoditetin tonë që e ki në projekt. Tash kur ti si producent apo si krijues filmi ta them se në shumicën e rasteve kur janë buxhetet e vogla, regjisori në shumicën e rasteve është edhe producent vet. Edhe duhet marrë taj kompromisi që njerëzit që ti i gjenë, duhesh me gjetë njerëz që fillimisht e dojnë filmin, të cilët secili prej tyre përveç kompromisit që e bën në financiar, ai duhet me bëjë kompromisin artistik. Që do të thotë nëse drejtori i fotografisë ta ka kërkuar një listë pajisjeve, ai tash duhet më ul edhe me reduktu çat listën e pajisjeve në minimumin çka nuk e dëmton edhe anën kreative të tina. Si e shën ndoshta sot filmat në Kosovë ose prodhimtarinë, sa kemi mjaftueshëm ndoshta prodhim të filmave, kinematografinë në përgjithësi në Kosovë? Duke pas parasysh situatën, do të thonë 20 vjet pas luftës, pastaj edhe buxhetet që i kemi, fatmirësisht jemi shumë mirë për mendimin tim jena me industrinë e filmit, për shkak se është ka prodhohet mjaftueshëm, ndashta jo super mjaftueshëm sa na gjithë kinastit kemi qef me prodhu secili prej neve, po unë mendoj që filmat që janë ka prodhohen nga gjithë industria e filmit të na, duke pas parasysh suksesin që në ka arritin, është jashtëzakonisht shumë mirë për një vend i vogël si jemi ne. Si e shën ndoshta këto bashkëpunimet në rajone dhe më gjen ndoshta edhe pjesëmarrjen e festivaleve të ndryshme që ndoshta edhe në për festivale të mëdha, po ka emër të regjisorëve kosovar, shqiptar që po marrin pjesë. Është shumë mirë, po mendoj prapë që thash më herët është prapë mirë, edhe mbështetje po kanë. Më thonë institucionale, ato projekte që janë, mandej shumica atyne projekte dhe të përmarrin pjesë në për festivale, bashkëpunimin na me rajone kemi pas jashtëzakonisht mirë. Kemi fillu me Shqipëri, pastaj me me Maqedoninë, stash rishtazi e kemi edhe me Malin e Zi, edhe tash si vjet qendra kinematografike e filmit e kanë shkruar një marrëveshje me Rumani ose Bullgari, po më duket që kena edhe me Izraelin, kemi mandej Kroacin edhe do të thonë me Ballkanin po se po. Kemi fillu tash pastaj edhe me Zvicër kemi shumë. Për shembull Blerta Basholli ka 2 bashkëpunime, filmin e saj të fundit e ka pas me Zvicrën, e ka pas edhe me televizionin zvicran. Tash projektin e fundit ajo që e ka edhe me Arten, që është një lloj fondi artistik për Evropën, që ka arrit me siguri kjo, do të thonë produksioni i sajna bashkërisht me producenta kështu me radhë. Ndoshta kjo edhe po i hap shumë dyer. Si e shën ndoshta ti kinematografinë kosovare pas 5 viteve ose 10 vite të ardhshme? Si mendon që ka me qenë? Po tash kjo ndërlidhet shumë edhe me teknologjinë që
bota digitale që është ka vërshu, dhe me thonë, gjitha industrisë realit, edhe filmin njëkohësisht. Tash, si mbas provojës dhe që ka po shaune, filmi, televizioni ka një krizë jashtëzakonisht madhe për shkak se rrjetet sociale kanë vërshu, dhe me thonë, çdo send që na po prekim, edhe këtu ju ka qelë dyrt shumë krijuesve të ri, se tash po duhet edhe që po thuhet kjo bota digital, që po thotë content creators, tash ata pezo shamu ti në telefon sot e ki kejt, e ki kontentin, e ki gjirimin, e ki montimin, dhe sa ki dhe kanalin ton që ti po mundesh me publiku aty dhe pi krijon edhe shikus përmes telefonit. Edhe tash ku të këshysh këtu janë dy probleme. Tash problemi është tjetër se shikuesi o ka humb si në kinema, si në televizion, edhe këtë tash na kemi në telefon. Vilim tash që 2 vjet të fundit është ka bëhet një trend i filmave të gjiruar vertikalisht për reelsat të telefonave. Edhe tash aty ki tema, për zoshem ki filma 1 minutë, 3 minuta, mund do të rasti që në të ardhme na kena me prodhu filma tash për telefon. Dhe më thonë, këtë vertikalisht jemi të gjiru. Para 3 dite, para 4 diteve, e patëm një eksperiment që është një farë, jemi të e bo një farë si test prove, ta shohem se si po shkon puna, mi po nuk është një format që nuk është përdore gjiru ma heret, po tek ne jemi të e praktiku paka shumë një pilot projekt, ta shohem se si po shkon ajo. Filmat shkurt të prodhum për rrjetet sociale. Po në leve që edhe pak të studentat, ju jeni ligjeruse dhe në kolegjin AB, si janë ndoshta kjo gjenerata e ri, sa janë kreativa, sa e dojnë këtë profesion ndoshta produksionin? Fatmirësisht, një pjesë e madhe ty janë entuziast kur vinë, një pjesë e madhe tyre veç janë duke punu në industri, tash në kolegë të tu, disa për ty në dhe janë studenta këto, shumica kanë ardhi, kanë produksionet e vetë, atë qoftë me dasma, atë qoftë me fotografi, janë të ka prodhojnë diçka të mëndon, që kjo është e bukura që asojna se digitalia u ka mundësu tash kanë kriju edhe si industria të atë vetën, edhe një pjesë e madhe studentave tash kanë ato kreativitetet e tyra të reja zakonisht ato. Po cila është ajo një këshill ndoshta juja si ligjeru, si profesor, që ja jep ndoshta fillim? Po zakonisht në studentave po mundona paka shumë ja u spjeguat disiplinën e punës, për shkak se me gjitha ato edhe pse jemi në fazën e tranzicionit me gjonave që falem ma heret, prap t'i kemi u ballafaqu me një planifikim të një projekti. Qoftë që t'intervistna që kemi ka organizojmë këto, ose që kemi ka zhvillojmë, ti ke marrë iniciativë me më kontaktu të pak të më 2-3 herë, edhe pse s'ko mujtë me ardhë kur ke dashtë. Dhe me thonë, gjdo pun e lyp një farloj planifikimi, një farë pun organizimi. Edhe çka ju thëmë aty në gjdo gjatë që ju doni me realizu një jetë, ose edhe në projektet juja, fillimisht dedikoja dikuj, për kënë je ka e banë qatë projekt. Se në qofë se ti nuk e din për kënë je ka e banë, asë nuk ki me ditë me realizu. Duhet me inicu diçka, qoftë emocionalisht, qoftë diçka që ka ty t'intereson me zbulu për qësaj teme, let niset për diçkafit. Falon, unë falenderoj shumë, ishte kënaqësi, faleminderit për krejt këto detaje që na tregove dhe faleminderit shumë që ke pranuar me qenë pjesë e rubrikës. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve të këti. Faleminderit. Në muajt e fundit kemi parë një rritje të interesit për stile të thjeshta dhe elegante, ku ngjyrat neutrale dhe pastel janë bërë të preferuara, të cilat janë kthyer edhe në simbol të sofistikimit dhe relaksit, duke i dhënë kostumeve një pamje të freskët dhe bashkëkohore. Street style ka sjell një kombinim të guximshëm, por edhe të rafinuar, me një fokus në detaje që e bëjnë çdo veshje të dallohet, duke ruajtur gjithashtu një ndjesi të qetë dhe të lehtë. Ky është stili që tërheq vëmendjen pa e tepruar, duke krijuar një balancë të përsosur mes elegancës dhe përditshmërisë.
Nëse ka një copës veshjeje që po dominon modën e rrugës në këtë sezon, ajo është padyshim kostumi. Dikur i rezervuar për zyrë apo raste formale, sot kostumi është bërë pjesë e pandashme e street style-it, duke sjellë një përzierje të guximshme mes elegancës klasike dhe rehatisë urbane. Kjo pjesë klasike tashmë ka kaluar çdo kufi formaliteti dhe është bërë pjesë e përditshme e stilit urban. Atë mund ta veshësh në mënyra super stil me atlete, bluza të shkurta, kapele sportive apo dhe aksesorë të guximshëm. Siluetat e gjera me sup të theksuara dhe pantallona të gjera janë absolutisht in. Kostumët oversize jo vetëm që janë komode, por krijojnë edhe një pamje të fuqishme dhe cool, ideale për ata që duan të bie në sy pa shumë përpjekje. Kostumet më nuk vishën vetëm me këmisha apo bluzë klasike. Tani i shohim të kombinuara me atlete për një pamje sportive elegante, crop top, jaket për një pamje moderne dhe atraktive. Kapele bejsbolli dhe me syze, me forma të ndryshme, për të kompletuar pamjen tuaj. Ajo që e bën këtë trend kaq të veçantë është se ofron pafundësisht mënyra për të personalizuar, edhe nëse jeni person klasik, minimalist, rebel apo ekstravagant. Me kostum mund të shprehësh stilin tënd në mënyra unike dhe kreative. E kur jemi të ngjyrat, ajo pastel si mint, pjeshk, vjollce e butë dhe bluja e hapur janë shumë të kërkuara. Nga ana tjetër, tonet si e gjelbra lajm dhe roz e butë, verdh gjalpi janë kthyer në një trend të padiskutueshëm. Po ashtu ngjyrat neutrale si bezha, griu i ftohtë dhe e bardha janë perfekt për ata që preferojnë një pamje minimaliste, por gjithsesi të rafinuar. Bermuda janë gjithashtu një tjetër trend i sezonit, një kombinim perfekt për ditët e ngrata të pranverës dhe verës. Janë praktike, të freskëta dhe japin një pamje elegante pa shumë përpjekje. Dhe aksesorët luajnë një rol të rëndësishëm, si çantat e vogla dhe bizhuteri i japin kostumit një prekje ekstra dhe e bëjnë të përshtatshëm për çdo moment të ditës. Kostumi këtë vetë nuk është vetëm një veshje, është një deklaratë stile. Është mënyra ideale për të kombinuar klasikën me bashkohorën, për të qenë komod, modern dhe gjithmonë on point. E rritur mes pëlhurave, vizatimeve dhe historive të një trashëgëmie të gjatë familjare në fushën e dizajnit. Vesa Rukiqi është vajza e parë në familjen e saj që ka trashëguar këtë pasion. Një rrugë që deri më sot ishte ndjekur vetëm nga burrat e familjes. Fusanet e saj të veçantë dhe veshjet që dallohen për stilin dhe identitetin e fortë artistik janë dëshmi e talentit të saj dhe guximit për të ndërthurur të kaluarën me të tashmen. Në rubrikën Influencë kam kënaqësinë që këtu afër vetës kam Vesa Rukiqi, një dizajnere e talentuar me krijimet e saj unike, ku do të flasim bashkë për përvojën e saj si dizajnere. Përshëndetje e dashur. Përshëndetje për juve. Faleminderit që keni pranuar me qenë pjesë e rubrikës ime. Kënaqësia është e imja. Faleminderit edhe juve. Fillimisht po nisim me pyetjen se si nisi pasioni për dizajnin e modës. Pasioni për dizajnin e modës ka filluar, është më shumë trashëgimi familjare, e cila ka rënë filla në familjen tonë. Traditën e ka fillu gjyshi, që nga viti 1951, duke vazhduar më tej edhe tek 3 nga 5 djemtë e tij, pastaj djemt tek fëmijët e tyre e kështu me radhë. Ne tash jemi brezi i tretë e cili e trashëgon traditën familjare për dizajnin e modës. Apo më tregon pak the që keni trashëguar nga gjyshe dhe familjarët e tjerë, apo më tregon pak historinë se si nisi ndoshta gjyshi të merrej me këtë profesion dhe pastaj si e keni trashëguar edhe ju. Gjyshi ka fillu më mirë me këtë profesion qysh në moshë 3. Ka marrë kostume
të pas shumë qef me ditë ma shumë për profesionin ka kep prap, ka bo punën shumë e qef edhe është zanatli ku e kam mësu punën vetë, edhe nuk ka marrë një uri ose ma shumë si me prej dikuj tjetër. Pastaj, kur e ka trashëgu tek djemët e ti, e ka bo pa imponim, se cili prej tyre ka pas që vetë mu mirë prap me këtë profesion edhe me vazhdo traditën, edhe ata kanë qenë zanatli edhe ka mësu punën vetë, të një bu gjyshit të kohën kuptohet. Pastaj, gjenerata 3 që jemi ne, kemi vazhdo edhe me studime, bachelor, master, shkollë të mesme e kështu me radhë, po besoj që ja ka vlejt. Ju jeni edhe vajza e parë në familje që e keni trashëgu këtë profesion. Si u bën mundje? Ndihem shumë mirë edhe shpresoj që dikur ka me mujtë mu bo një inspirim për se cilin vajzë të rej që ka qef me ndjek ëndrat e veta edhe me kriju diçka ose me bo diçka që e bon mundi mirë. Familja jem është, tradita familjare ka vazhdu prej gjyshit, normali ka ndihmu edhe gjyshja, edhe ajo e ka bo punën e vetë, pastaj tek djemët e ti, pastaj tek djemët e tyre, jem në fund jam edhe unë, po e boj punën shumë e qef edhe më pëlqen shumë që kam zgjedhë këtë profesion. Frymëzimi nuk është që e gjej vetëm në një vend të caktuar, frymëzimi më vjen prej dukurive natyrore, prej historisë së kaluar, prej kulturës e kështu me radhë dhe munduna që secilin veshje që e krijoj ose secilin dizajn që e sjellin njëjtë me pas një histori në vete. Cila është pika ndoshta që keni koncentrim më të madh për me dalë veshja e bukur? Në çka ju dalloheni nga dizajnerët e tjerë? Kisha pas qef me cek që nëse du me kriju një veshje vetë, ose që kam inspirimin që më vjen nga brenda, kam qef secilin proces punës me e bo vetë, edhe me di çka jam të bo, se zakonisht kur fillojna me qep një veshje, mundet me të ardhe ndonjë ide gjatë procesit punës. Kështu që prej skicave, prej dizajnimit të veshjeve, deri në prerje, duke vazhduar me prerje, me qepje dhe në finalizim, kam qef gjithçka me bu vetë, me këtyra apo du me ishtu diçka ose apo du me hek. Kështu që mbaret, idejt vinë gjatë rrugtimit, edhe nuk e kam naj pika ashtu ma kryesore, po se cila e ka rëndësinë e vetë. Po shumë fustane të ndryshme edhe ndoshta edhe blazer të ndryshëm, çka ju pëlqen më së shumti juve të krijani? Ku e njini vetën më rehat? Familja ime është fokusuar dhe ka qenë fokusuar që nga fillimet e karrierës, më shumë në kostume për meshkuj, pastaj kemi vazhduar të punojmë edhe kostume për femra, duke vazhduar tash në fund edhe me fustane edhe me lloje të veshjeve të ndryshme. Siç e thash edhe më herët, biznesi im familjar prek 3 linja të ndryshme të veshjeve, kostume për femra dhe për meshkuj, fustane për evente të ndryshme, deri tek ato për nusëri, edhe linja ready to wear. Po besoj që ma shumë kam prap i favorizoj kostumet ose blazers të llojeve të ndryshme se sa fustanet. Edhe ato e kanë rëndësinë e vet, patjetër, por mua më pëlqen më shumë të mire me kostume ose me ndonjë detaj të kostumeve. Sa e vlerësojnë njerëzit ndoshta punën e dorës që bëhet gjatë qepjes, së një kostumi qoftë edhe të një fustani, sa din me vlerësu? Me sa kam po e vlerësojnë shumë, edhe e vlerësojnë kur dikush jep shpirtin me bo një veshje, edhe puna e dorës është diçka që e forcon një veshje, çfarë do qoftë ajo, edhe e sjell, jep jetë, me thënë shkurt. Po besoj që e vlerësojnë shumë edhe shpresoj që kanë me vazhdu, me vlerësu edhe më shumë. Cilat janë ndoshta kërkesat e klientëve? A janë të egzagerume apo janë më të thjeshta viteve të fundit, kohëve të fundit? Kohëve të fundit po shihet se kërkesat e klientëve shkojnë nga thjeshtësia, pasi që po japin rëndësi më shumë detajeve të vogla me një veshje të thjeshtë. Besoj që kjo është mënyra më e mirë për me tregu karakterin e secilit person, me një veshje ju të mundu me egzageru shumë, po të shku gjithmonë ka thjeshtësia. A jep një këshilla edhe ju qoftë për t'i ndihmuar sadopak në zgjedhjen e tyre që e bëjnë? Patjetër, mundohemi me u përshtat pak a shumë edhe stilit të klientëve, pasi që të kanë zgjedhë ty me kriju veshjet e tyre, besoj që ta besojnë edhe shijen edhe punën edhe ndonjë këshillë që e ki pavarësisht individit që vjen
në ateljen tonë. Çka ju ndihmon një dizajnere të rritet edhe të jetë e suksesshme? Mendoj se secili dizajner duhet ta ketë stilin e tij të veçantë, që e bën të veçantë nga të tjerët, edhe pse shumica dizajnerëve tash në tregun tonë po e bëjnë modën shumë të shpejt. Besoj që secili dizajner duhet mund dalë me kriju diçka më të ngadalshme, me një kuptim pas secilës veshje, të e pas mundu me ja jep edhe një shpirt veshjes ku nëse një klient të zgjedh me vesh brenda apo jashtë vendit, me u ndi sigurt edhe shumë konfident në to. Apo më tregon edhe për koleksionet e juaja, edhe sa i e për rëndësi kur i punon ato, edhe a ki dëshirë që secila veshje me pas një kuptim mbrapa saj? Po, që ajo është pika kryesore që unë kam qef me arrit në koleksionet e mia, edhe nëse koleksionet nuk përputhen shumë me njëra tjetrën, vjen prej asaj që secila ide mundet me qenë ndryshe prej tjetrës, edhe nëse nuk lidhen me njëra tjetrën, prap kam qef që secili koleksion i imi me pas një mesazh mbas edhe një inspirim të veçantë ku secila veshje e atij koleksioni të përputhen pak a shumë, të gjejnë një mes të përbashkët edhe të përputhen pak a shumë me njëra tjetrën. Cilat janë kuptime ndoshta që ti nxjerr nga ato veshje, që don me i pas diçka që e përfaqëson atë veshje? Po, për shembull, kuptim se cila veshje duhet me pas, edhe nëse është pjesë e koleksionit apo nuk është pjesë e koleksionit, po të i marrë parasysh që disa nga koleksionit e mia kanë qenë edhe me fustane glamuroze, ose me fustane pak më të rënda për ndonjë nej më speciale. Prapë cili për tyre ka pasur një inspirim pas, ku është feminiteti ose lidhja me natyrën e secilës femër, me lulet, me kristalet të ndryshme, edhe pse pomja e fustaneve ose pomja e veshjeve që janë krijuar kanë qenë me duke munduar pak a shumë të përshtatën trendeve të fundit, sepse është e pamundur me ndjek trendet, edhe nëse ndjekjen janë shumë të shpejta, nuk mundet me pas edhe mesazhe dhe me ndjek trendet e fundit, po tu mundu me përshtat pak a shumë edhe kërkesat të klientëve, krijohet edhe koleksioni ku mundet me pas një mesazh pas. Ju përmendet edhe trendet, ndoshta këto trendet nëse i ndjekim, ndoshta nuk po kanë një gjatësi shumë ato trende, edhe ndoshta vitin tjetër nuk mundesh me vesh atë fustan nëse e ke ble. Trendet e shpejta vinë shpejt, po edhe shkojnë shpejt. Është mirë që secili dizajner kisha pas qef mi pa në të ardhmen, që secili dizajner me bo punën edhe me sjell trende pak më të ngadalshme, me mesazhe pas tyre, edhe mu mundu me ndejt në kohë, mos me dalë shpejt prej modës, ose mos me dalë shpejt prej trendit, po me ndejt edhe me pas diçka që të frymëzon edhe kur e sheh pas disa viteve. Atëherë në të falenderoj shumë, e dashur, ishte kënaqësi për mua. Faleminderit edhe juve, gjithashtu ishte kënaqësia ime. Me duar të arta dhe një imagjinat të pakufishme, Era Maxhara i sjell në jetë aksesor të punuar me mjeshtëri, ku çdo krijim i saj ka një histori në vete. Veç kësaj, puna e saj shquhet për një originalitet dhe elegancë që e dallon menjëherë nga të tjerat. Me një kreativitet të jashtëzakonshëm dhe përkushtim ndaj detajeve, Era ka ndërthurur një botë unike ku stili takon shpirtin, duke e bërë emrin e saj të njohur për bukurinë dhe veçantinë që sjell në çdo aksesor.
Aksesorët padyshim janë finalizimi i çdo veshje, e këtu afër vetës kam Era Magjaraj, me të cilën do të flasim për punimet e dorës që krijon ajo varse e aksesorë të ndryshëm. Përshëndetje Era. Përshëndetje Nora. Faleminderit që ke gjetë kohë me të qenë pjesë e rubrikës time. Gjithashtu, faleminderit dhe juve për ftesën. Fillimisht si nisi pasioni dhe dëshira për të bërë aksesor? Kështu në fëmijëri, unë më rrit prej gjyshes, zakonisht e ka pasi talent pundore të shumta. Pa jo me thurje, po në të rrit afër saj, e pash një farë talenti që mund me pas edhe one me rruza kryesisht. Edhe fillova, isha në moshën shumë të vogël, 7-8 vjeçare, vazhdova për disa vite. Kështu por dëshira jame për jetë ka ma shumë e fokusuar me mësim. Kështu që nuk kisha shumë kohë mu mirë me të dyja, kështu që pauzova për një kohë shumë gjatë. Tani kur isha kështu në fakultet, në bazë talentet tjera që i shisha të vetja, kryesisht me pikturë që merrsha, e shisha që kisha një frymëzim tjetër, diçka po du me bë, po nuk disha çka. Kështu mesha edhe me mësime, po edhe me pikturë zakonisht, po e dëshiroja diçka tjetër, por nuk e disha thellë, adin çka ishte. Kështu që tipo trendet e aksesorëve, fillova kryesisht të frymëzu për trendet tjera, për kompanive tjera, duke shikuar, kështu që fillova me prodhu edhe në bazë tyne. Me kalimin e kohës është një 4 vjet u mirë me to, tash po frymëzona zakonisht prej vetës. Ta din prej shat diçka nxjerri prej vetës, prej frymëzimit brendshëm, po. Po sa ka qenë ndoshta e vështirë me heq dorë prej një diçkave që ju ka flet në zemrën tuaj, edhe me ndjek një profesion siç është mjekësia, edhe që janë ndoshta dy gjëra të kundërta. Mendoj që kanë dy sene që i kom dasht, po nashti ky ka qenë dëshirë ma e fshehtë, nuk ja kom shpreh dhe vetës më pa. Edhe të pasi edhe dëshirë ma të madhe, mësimin pa ta vazhdu me mësim, që ju me lanë si peng, po me kalimin e viteve, mendoj që ajo dëshira brendshme ka fillu më shfaq në vedije, më shfaq si dëshirë me realizu, kështu që tani vazhdova. Si jeni ndjekur kur jeni rikthy prap? A e keni pas po të njëjtën dëshirë, po të njëjtën kënaqësi ndoshta kur keni kriju? Ma madhe, se kur je fëmijë diçish, okay, bën atin, po kur i kanë ma madhe e sheh dhe vlerën qysh po se pishe vajza të ti morë, të ti nuë, se të i përdorën për ditëshmëri, edhe kjo tani të bën kënaqësi ma të madhe, se edhe të morë falenderime dhe kënaqësi për punën tane, të frymëzon vazhdimisht, është një farë feedback pozitiv që të shtin me vazhdu përpara. Po ju kanë pëlqyer edhe juve aksesorët, ndoshta që keni vendosur po pikërisht me aksesorë që ti punani ato? Po, kur mirësh me veshje ose për outfitet ndryshme, mendoj që aksesori është tani pothuajse më e rëndësishme se jap një hijeshi ose një finalizim. Po, atë edhe ta çet pjesën unike tonë më pas, që të bën atë më kanë mu veçu pi tjerëve ose atë me shpreh një farë anë tonë që tjetër kush se ka. Edhe mendoj që atë secili njeri është më i veçantë nëse përdor diçka që ti dëshirë ki menu ndryshe pi tjerëve. Cila është ndoshta një pikë që ju nuk e ndronin në krijimet e juaja? Cilat janë ato pikat të rëndësishme në krijimet e tua? Mendoj që kombinimi i ngjyrave edhe mendoj imësimin detaje, për më kanë një aksesor shumë i mirë punu, do të me punu mirë edhe më kanë kepja në fund, mos më do ka din detajet keq, ajo e bën më kanë më dojë punimi ma mirë. Cilat janë materialet që përdorni më shpesh edhe që ndoshta edhe juve ju pëlqejnë, po edhe të tjerët i pëlqejnë? Zakonisht edhe tjerët pëlqejnë, po edhe nisna edhe për vetë që pëlqejnë janë produktet natyrale, kristale zakonisht tashti edhe janë mod, po edhe tregojnë edhe veçantinë e tyne. Tani janë gurt natyral, po përdor edhe rruzat fabrikume, po edhe gurt fabrikume, varësisht atë për modelet edhe varësisht prej çka dëshirojnë tjerët. Ama kryesisht për vete, fokusona në detaje edhe
produkte natyrale. Sa janë të veçanta ndoshta këto që janë punime dore, që ndoshta nuk i shete secili prej nesh, se ka aksesor që po bëhen ndoshta viral, trend, edhe që po i shohim tek të gjithë. Po këto aksesoret handmade që janë punime dore, ndoshta e kanë atë veçantinë e tyre që nuk mund t'i shohësh tek secili person. Po, që kom mujt me vrejt edhe të vetja, është që kur e prodhojt njëjtin produkt njëjt, kur nuk dali njëjt. Se ndryshë është, kur nuk mundet mu sill teli njëjtën mënyrë. Edhe kjo menoj që edhe një produkt i njëjt i bën dy personat ndryshëm, apo kupton nuk mund mu kanë kur njëjt. Që ajo është veçantia që menoj që mundet mu bë prej këtyne produkteve. Sa vlerësojnë ndoshta këto punimet e dorës, njerëzit? Këto vlerësojnë kogja, po varet prej edhe prej vendit pi cilit po vinë. Për shembull në kryeqytet ose në vende ma urbane, vlerësojnë vajzat ma shumë. Ndërsa varet edhe pi produkteve, ama kryesisht këto vende janë që vlerësojnë ma shumë. A punani në bazë të kërkesave të klientëve, apo vetëm ato krijimet e juaja që i keni në mendje? Varet. Nëse në një moment jam e frymëzume, vetvetiu nëse nuk ka kërkesa, frymëzimet i bëj vetvetiu. Ndërsa nëse është në çast një kërkesë për klientit, atëherë bazohen në asaj që kam bërë më herët. Domethënë, gjithmonë nëse jam e frymëzume realisht për brendësisë time, bëj produktet vet, sipas dëshirës. Po sa e rëndësishme është ndoshta me pas kohë dhe me pas përkushtim në këtë fushë, se ndoshta nuk është e lehtë të krijosh. Realisht për mua është shumë e vështirë, se njëkohësisht duhet edhe shumë punë edhe në studimet e mia. Edhe për këtë arsye ka njëherë frymëzimin, që më thonë, ngurtësohet edhe nuk mundet më shfaq në sipërfaqe që kam dëshirë. Për këtë arsye ku është një sen shumë i rëndësishëm për me realizu këtë sen, edhe që tash me kalimin e kohës ku për me prodhu është ma madhe për mua dhe po më jep hapësirë edhe dëshirë ma të madhe me vazhdu me këtë rand. Sa jeni e lidhur? Sa mundeni me qëndru pa kriju diçka ndoshta? Unë jem një tip shumë hiperaktiv edhe gjithmonë, edhe derisa jam kanë studime edhe jam, nuk mujt veç me një sen më mirë, edhe jam pa mirë edhe me piktur, edhe akoma mirën, po nuk mundem me nejt pa bë kur gjatë, çdo minutë është që kom qaf me kriju ose me bë diçka të rëndësishme ose pa marrë parasysh vetëm me shfaq në sipërfaqe ata që gjenden brenda meje. Sa jep si këshill ndoshta që secili prej neve të merret me diçka, qoftë edhe në një pjesë të kohës së tij të lirë që e ka. Ndoshta edhe kjo krijimit e dorës qetëson pak, të largon nga ajo rutina ditore, edhe fokusohesh në atë krem që e të e realizuar. Unë më thonë që secili njeri është i krijuar për me bë diçka njëjtë, edhe secili është për diçka. Është mirë që koha mos më hub vetëm tunajt ose po është mirë me gjetë veten. Secili ka diçka të mshaftë në vetvete, edhe është shumë e rëndësishme me shfaq më pas ato gjë që ti as ti nuk e din. Fillimisht na është të kërkon kohë me gjetë për çka i talentum, ka shumë talente në botë edhe ka shumë sene për më mirë në jetë, kështu që nuk është asnjëherë humbje kohë për me bë diçka të tillë. Mendoj që kjo t'jep edhe dobi tjera, për shembull, ka shumë ngarkesa në jetë, ka shumë probleme në jetë, ku ti nëse realisht e shjen talentin tënë, çdo gjë zgjidhet. Çdo gjë është atë e lehtë për me jetu një. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e rubrikës time, shpresoj të keme edhe raste të tjera në realizimet e tjera të juaja që punoni. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Grazie. Faleminderit për vëmendjen, shikues të dashur, shkoj edhe një diel, kështu që do të qemi përsëri të diel ardhshme, deri atëherë ju lë në shoqëri me ekranin e ATV-s. Edhe zoni mushtar, sepse po dihet që kemi ardhur në fund. Ju falenderoj edhe një herë, vazhdoni të na shkruani në Ediela Vlen, Vizo ATV, si në Instagram e gjithashtu edhe në Facebook. Faleminderit për vëmendjen edhe një herë, miru ta kofshim.
Pas shumë vite unë po kthehem, më përqafo Prishtinë dhe mos lejo shpirti të më the. A e di Prishtinë ku e kam dashurinë, rrugëve të këtij qyteti unë e pata dashurinë, fshetësinë e di Prishtina, te fontana n'Ulpiana e fala puthjen e parë, tur më erdhi nga Prishtina. Sa shumë kishim dashuri ato ditët studentore, kur dilnim shehur as në shi, edhe gjatë orës policore. Prishtina, mos e abitime, Prishtina, dashuria ime, Prishtina, Prishtina, dashuria ime. Ishim të ri dhe lozonjarë, të dashuruar e të marë, ende flet për ne Prishtina. Në banka shkruan veç 2 emra, vizatuan veç 2 zemra, sa të na kujtoj Prishtina. Sa shumë kishim dashuri ato ditë studentore, kur dilnim shehur as në shi, edhe gjatë orës policore. Prishtina, mos e abitime, Prishtina, dashuria ime, Prishtina, Prishtina, dashuria ime. Prishtina, mos e abitime, Prishtina, dashuria ime, Prishtina, Prishtina, dashuria ime.